Rikëtyrëm bashkë në studio mi të dashur tani me pjesën e parë të #Gjejsit e kam një të ftuar mjaft të veçantë dhe speciale. Është një artiste unike e cila ndjenjat e saj dhe emocionet i shpreh përmes pikturave. Ajo ka hapur gjatë muajit shtator dhe ekspozitën e saj Ritëm ëndrash, e cila ka përmbajtur krijime artistike të frymëzuara nga përvojat personale të ëndrave me natyrë ankthi, ëndra të turbullta edhe kujtime nga fëmijëria. Kështu që krejt këto na kemi me i diskutu bashkë me Era Baralien, që e kam të ftuar në studio. Mirëmëngjes Erë. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Qish më njështu se sot është edhe hera e pare Erës që ka dojnë në intervistë. Kështu që faleminderit që ke ardhur sot në #Gjejsi. Kemi qef me i promovu, së të mos artistat që janë matri, kemi qef gjithmonë me ju hapësirë dhe me i promovu. Kështu që faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit shumë për juve. Qish më njësh? Mirë, shumë rahat, po. Era flasim për ekspozitën që e ke pas të hapur në muajin shtator, një ekspozit mjaft e veçantë, po duam mas pari me u ndalte ideja. Pse pikërisht kjo lidhshmëri me ëndër? Ritëm ëndrash e trajton një përvojë. Punimet janë të bazuar në përvoja personale, janë ëndrat e mia personale. Ëndrat si tematik gjithmonë më kanë lënë mbres për shkak që është hala ëndra si një mister për pjesën e deformimit që e merr gjatë procesit cenzurës psikike që e kemi ose është një lloj si dëshirat e të fshehta që zakonisht edhe nuk mundna me i shpërnda ëndra i shprej ato ma ndryshe. Që për shembull po e shohim disa prej pikturave që i ke pas edhe në ekspozit. Kjo ka qenë një temë, gjithashtu një temë për temë diplome në master tek Fakulteti i Arteve. Po, kjo ka qenë edhe tema e diplomës të masterit. Këtu njëkohësisht e komajt edhe mbrojtjen e temës, edhe hapjen e ekspozitës personale të parën temën. Okej, nështë apo është mirë që peq tash me ta uru që e ke përfundu? Urime për përfundimin e Fakultetit të Arteve në master, titulli master tamam, qish po njesh? Mirë. Apo duket rrugë gjatë që e ke kalu? Po, ka qenë rrugë gjatë, normal, po njëtën kohë kanë edhe knatësi, për shkak që jo marrë me qatë sen që e kum dasht prej e vogël, dhe më në fund e kum përfundu qato që e kum menu. Masive që përmendët që është diçka që e ke dasht prej e vogël. Kur e mbajnë menë që kur ka fillu ndërsa me të pëlqy piktura, vizatimi? Po, vizatimi, piktura, normal më kam pëlqy prej e vogël kum shku në kurse të artit, jo marrë me artë zakonisht, normal edhe e kum vazhdu mas në edhe në fakultet. E ke gjetë gjithmonë qetësin të vizatime? Po, është një lloj qetësie që e gjenë. Normal është ajo pjesa ajo të ditës, është një qetësi. Edhe sot, a vlen edhe sot që ajo që për shembull inspirohesh edhe qetësohesh të vizatu të pikturu? Po, normal, është ajo pjesa ku mundesh me shpreh një pjesë, nëse punoj kogja gatë është diçka që shtym prap me punu ashtu, që qetësia të mungon. Po, atë ka ndodhur për shembull nëse herë je kon nervoz ose mërzitshëm ose ke pas ndjenja të përzime për diçka, e ke marrë ke pikturu? Po, normal edhe punimet shumica janë edhe që ajo pjesë, se ka punime edhe me tematik të ankthit, ka dhe normal janë ato kujtimet e fëminis, ka punimet të ndryshme që janë tamam personale dhe normal që atë pjesë që nuk mundesh me e tregu, nështë ta me fjallë ose me shprej ndryshe e qëtë zakonisht e qëtë shumë let në punim. A i këshim komentu disa prej pikturave, për shembull, cilat kanë qenë pikturat që e ke shfaq ankthin ose kujtimet e fëmiris, këshim dosh me i ditë se cilat janë ato që ti i ke shprej ndjenjat e tua. Hajtë po ndalim e tek shkja. Kjo ka të baj pikrisht me ankth, është një pjesë, është një ëndër ku ka shumë turbullinë normal, janë senet e mbledhën atë në kohën që ndodhen edhe veç krejt
shumica prej neve dhe kemi përjetu ankth, edhe ngjyrat nashta nuk janë shumë të mbylluna, po e paraqet atë pjesën që veç është kalu, është diçka shumë normale që ka ndodhur. Me çfarë teknika e ke realizu këtë pikturë? Piktura është mix media, ma shumë ka përmbajtje, ka ngjyrat akril, letër, gips, është teknike kombinume. Okej, hajde po kalojmë të një pikturë tjetër, të shohem hajde të çka. Kjo është përmbledhja e 3 temave që tri pjesëve që e kom do temën, prej ëndrave të fëmis, në ëndrat e turbullta që shumica e punimeve kanë edhe ankthi. Janë 3 pjesë të bashkume ashtu në një punim. Ka edhe elemente të fëminisë, siç janë edhe kafshët, janë ato ftyrat pak të pjesës së ankthit. Është e përzime edhe është e titulluar Odis, për shkak që është kitë rrugtimi i ëndrave prej fëminisë deri tash. Është që kjo. Ndërsa, sa kohë të marrën zakonisht kur piktura, për shembull një pikturë tillë, sa kohë të ka marrë? Kjo pikturë, muj me thonë, nashta 1 vjet, nuk është punu intensiv nashta të në kohën, po 1 vjet po ka marrë kose. Është edhe formati pakës ma i madhë dhe normal ka materiale ma shumë, se është edhe në formë të reliefit e punume, e të merë ma shumë kohë. Okej, interesant. Po ndalim edhe tek piktura tjera që i ka pas në ekspozitë. Era, po e shohim tash një tjetër. Po, edhe kjo është pjesë e ankthit, ku shihen ato pjesë e... Po më duke këtë gjë shumë pasi po ëndra me ankth. Jo, realisht jam veç 3 punime. Të dërë mëse ke pas temën e diplomës, a diçka tu afrua për të po ëndra. Jo, fatmirësisht jam veç 3 punime që kanë bëjnë me ankth. Okej. Po që për shembull me spjegu ndërsa pak kjo dora, përshihet një dorë, që është e kapën? Janë ato, zakonisht është një turbullim që ndodhë gjatë ankthit, ashtu edhe nuk e din sakt çka jetu po, ose çka është ndodhë, sepse jetu i po që ato sene. Po bashkë të po du me të vetë që a i ke majtë edhe në men ëndrët? Po është e vështirë me majtë men normal, komplet ëndrën, po është një pjesë që ashtu viç e paraftyron ose e qatë kryesorën, ashtu po. Interesant është se qysh artistët munden me shprej, për shembull, që është një ëndër, me shprej në një pikturë edhe me vizatu të tërën me pikturu, sa interesant po del. Ke mendu për shembull që këto piktura me i shit? Po, është edhe normal pjesë e asaj. Kjo është një prej ëndrave të fëminisë. Okej. Janë ashtu si dërkucat vegjël. është titulluar me Pralla e gjyshes. Është një pjesë ku si fëmijët kanë zonë gjume në pranë gjyshes, edhe është ajo tregimi saj që vazhdon edhe normal shfaqet në ëndër, si fëmijë. Është për shkak është komplet ngjyra, është diçka më ndryshe. E përshuajmë që është dame në 2 pjesë dhe si e vazhdume. Po. Vetë ke vendosur? Jo, është thjesht për shkak të estetikës, kemi në arsye. Mjaft e bukur edhe kjo, është realizu paka shumë sikur piktura e parë? Po, është i njëjti proces, njëjta teknikë. Po. Okej, hajtë për shohim edhe naj pikturë tjetër në fotografi, që i ke pas gjithsej sa piktura i ke pas? Gjithsej kanë qenë 18. 18 piktura, okej. Mjaft shumë pas ke pasi, do mos për një temë diplomës, po më duke që këgja shumë? Ka ardhe vetë-vetiu, ajo, normal, punimi. A keni të caktuar për shembull sot fut? Jo, nuk është e caktuar. Okej. Cilat janë ndoshta komentet e profesorëve, gjithashtu edhe të njerëzve, familjarëve, miqve që kanë ardhur në ekspozitë, kanë pa nga afër, të kanë komplimentu, të kanë komentu për ekspozitën? Po, kryesisht janë konë fjallë të mira, kom pas shumë përkraj normal edhe pi profesorve, edhe
ka qenë diçka që veç u realizu si pas ty në mirë dhe komentet mira. Ka qenë edhe ekspozitë, kjo është ekspozita e parë që e ke mbajt? Personale, po. Kum pas normal kolektive, kum mbajt ekspozita, po personale është e para. Okej, po e shumë tash edhe një tjetër? Dhe kjo është me tematikon të trijan. është pjesa prape e njëjtë, janë të përdorur teknika e njëjtë. A dhe gjysh po më duket mu, pak sikur të filmi vizatimor që është i Hirushja, cila është aja që shkane e qëpën gishtin që e mashtërën okej. E që të shkollë dhe që e rejtë në shka po ma jam qatë përshtypje në tunelit. Që kjo më pëlqen, që kjo është e bukrartë, që gjithë kush e she ashtu qysh na e menoj, mëse prej pjesës ku qka kemi po kove të fundit, po, se shka të rikujtohet, po. Për ndryshe është edhe kjo pikturë realizume me teknikat të njëjta? Po, qëto pikturat shumë i cen të realizume në teknik njëjtë. Ka pos edhe kolazhe që kom realizu, edhe punime digitale. Okej. Ka emër kja? Piktura jo? Se po më duke disoj po të këshu me emra. Po, kanë shumica edhe emër, kjo nuk është që kjo po më duke nuk ongë të pjallojnë. është pak e fështirë në ose Hirushja. Po, edhe Hirushja. Okej, hajtë të shojmë edhe një fotografi tjetër. Wow, edhe kjo ka shumë e bukur, po duket shumë fështirë që është me punu. Edhe kjo është në të njëjtën teknikë punume. Kjo është një ope aty në ëndrave të turbullta që zakonisht nuk e dim pse ose që ka ndodhë kur shfaqen, që se kupton një herë në fillim, po kur merr me bo një analizë më të thellë, mundesh me kuptu pak a shumë se ka marrë kohje ajo ëndra ose pse u shfaq. Për këtë tematik më ka nimu shumë më orientu edhe libri i Sigmund Freudit interpretimi ëndrave. Ajo bën analizën e ëndrave, tamam e shtjellon se çysh shkon procesi i ëndrës ose deformimi pse ndodh në ëndër. Dhe më ka pëlqyer shumë, më ka jap kohë goxha në temë. Erë, po duket që je person që she ëndra kështu, po? Shoh rrollë, po zakonisht i maj men. A të ka ndodhë për shambull në herë që del gjumi, jetë e pa një ëndër, tani kur bja me fjajt e vazhdojnë që atë ëndër? Personalisht jove, që kom një shumicës që edhe ju ndodhë kësen. E kështu ëndrat po i mojshën men, ta që i mojnë men. Zakonisht për shambull që edhe ëndrat që i ke pa, i ke shfaq krejt në piktur. Po për shambull, kur që ëndër të ka ndodhë që qëto të turbulltat që i ke pa, të ka ndodhë që ndoshta e menën, kur zgjohër se qa ke pa në ëndër edhe mundosh me shtjellu se qa u konë që aja? Po, nështë që kjo është ajo arsyeja pse mundesh me majtë me në ëndër, në qëfëse veç nuk e analizën, nëse nuk e shtjellon, nështë edhe thjesht s'mundesh edhe me kuptu ndoshta pse u shfaq që ajo ëndër të ti. Amo gjithmonë janë të bazume, unë e menoj prej shkakut që jeta është qaq dinamike sa nuk i menon ose nuk i sheni shumit sanëv që veç i kalon ose diçka dhe ajo nënvedi, ajo në veç s'ka ku me shfaq tjetër edhe shfaq në gjumë. Që pa e shojmë Era Baralia dhe një piktur tjetër. Kjo është grafik, po. Kjo për duke diçka kur për kështu mas e horror. Jo, realisht kjo është prej ëndrave të fëmijëve. A po? Që e mu që kjo pjesa me të kuqe mu do këma. Po normal, varet edhe qysh. Qka ke mendu me paraqitu? është që ajo tematika e njëjtë me qatë punimin diptik që kënë të ndame. Po. është që ajo ëndër dhe që punu me në formë tjetër. Okej. 18 piktura të realizuara prej Erës në ekspozitën e saj të parë personal që po e shohim që kanë qenë të gjitha të vendosura në mur. Shumë bukra, ekspozitën ku e ke pas të hapur? Te Galeria e Fakultetit të Artëve. Okej, ka qëndru? Ka qëndru e hapën gjysmë muaji.
Dhe tash veç sa është përfunduar. Sa është mbylla? Po, Okej. është mbyll. Atëra nuk po mëshit më shumë me vizitu ekspozitën, edhe për ato po mundohemi me ja u paraqit gati krejt piktura që kanë qenë pjesë e kësaj ekspozite. Kështu e din që të kanë të regu që ka pas vizitor nga student, nga njerëz që kanë shku në ekspozit me pa nga ofër? Po, ka pas normal, ka pas edhe të interesum, kryesisht njerëzit që veç shkojnë në ekspozita merren me këtë pjesë. Erë mendon që ja dim vlerën artit në Kosovë? Unë po shpresoj që po, edhe nëse jo, ajo veç është në proces e tutje, normal. Okej, e mendova kështu si njerëz, si kur popull, e dojmë artin kështu, po për shembull edhe kemi qef me shku edhe me pa shfaqje, edhe piktura, edhe krejt këto, kështu që ndoshta na duhet veç ma shumë motiv, apo çka duhet? Ka interes, ka motiv, po normal gjithmonë ma shumë nuk është kur... Okej, që përshojmë një fotografi tjetër. Edhe kjo është ajo pjesa... Një piktur tjetër, më falë. Edhe kjo është ajo pjesa e aty në andrave të turbullta që veç i shohëm një prej tyne. Në për çdo andër, për më duket nga një kamës e një dorë, nuk pas ka mungur. Të paraqitura. Po. Paka shumë kjo nalt, po duket si kur me qenë si një lloj kafshë kështu. Këmbë, duart, koka. Varet, normal, si që shë. Si që shë, po. Po më interesant që shpesha te. Pjesa e njerit, është një shtrat, është ai gjumi pak i qrejtë që veç e bën. Okej. Edhe kjo përbësej që është gati krejt pikturat e punuara me teknikat të njëjta? Po, edhe kjo është një prej atyne. Kjo kryesisht është me akril e punume. Me akril, okej. Ndërsa me akril, kur punon, sa duhet me qëndru piktura, për shembull për me u terë ngjyrat, a duhet shumë kohë? Akrili nuk është që ka nevoj për kohë gjatë, normal. Ngjyrat e vajt janë ato që të marrin kohë për me u terë. Akrili është ma i shpejtë si proces. Okej. Po pëse që ndoshta kemi edhe disa pikturat e tjera që muj me i pa, këto e pa, me diskutu, nëse ka se dhja mbet në një tjetër, që thosë se kemi diskutu. Po, dhe kjo është ajo pjesa, ajo punimi madhë që veç e diskutum për Odis, që është ajo përmbledhja. Po, nga ofër që përshijet. është prej ofër. Okej, mja punimet bukra, përgëzoj për punën. Faleminderit. E gjithashtu edhe për titullin master që e ke marrë. Tash e mas përgëzoj që nuk ki mundojl, qka mendon me bu pas përfundimit të fakultetit të arteve? Momentalisht po du mu marrë me qëtë ekspozit, jam të me numër i hapë edhe në vendet tjera, shpresoj që kanë me pas sukses njështë. Në Prishtinë në vendet tjera, apo në najtë qytet tjetër? Për momentin e kam qëllimin në qytetin ku jam rrit në Suarek, ma ndej veç e shumë ku tu t'jemu në të mu qëndru. Okej. Për me hap një ekspozit duhet mbështetje, apo krejt me mjeteve tanake? Për momentin jam të menu me mjeteve tanake për këtë ekspozit. Okej. Po pse ju, nëse vishtë ofrohet mbështetja? Po, ajo është e mirëseardhë, normal. Okej, në qytetin e Suarekës, po më ndeka ira me hap ekspozitën tash, që këto 18 piktura me marë pjesë, pse jo, nëse veç ka vullnetar që munden edhe me i ndimu erës për mbështetje, pse jo. Pse mos me i thirë, masë veç jemi në intervjis, së dhe masë nga kryetari i komunës Suarekës, e dim që ajo dënë shumë martin, edhe i mbështet shumë artistët, kështu që një thirje për valimu arrimin. Okej, për planet e ashme, pas përfundimit të masterit, edhe të ekspozitës tashmë, kur do që ki diçka tjetër, je gjithmonë eftuar në hashtag Gjesi,
edhe mirë se ardhur, kështu që unë ma herët para se me fillu intervistën pyeta a je për sa një mëngjesit se harrova ma ndej kur fillu. A je për sa një mëngjesit eq? Shumë pak. Se gjithmonë kom qef mja bu këtë pyetje artistave, se i di që më duket krejt artistat inspirimin e gjenë natën. Po e vërtet. Kështu që kjo është e vërteta. Edhe të unë që ndronë kjo, po. Pikturën e kite të rashëgum artin nga ndonjë familjar, apo ti e para, kështu që e ke hapë rrugën? Ka dhe familjar që e kanë talentin ashtu, po normal që e kanë studiu se kanë vazhdu me artë, jam e para. Okej, ti e pas ke marrë shumë seriozisht aman. Faleminderit shumë që ke ardhur sot, edhe kemi mu pa edhe herave tjera. Faleminderit shumë për juve, shpresoj që shihemi prapë.